Detaje tronditse nga vrasja e 14 vjeçares, ishi dashuri e goditi disa herë me gur. Detaje tronditse janë bërë publike lidhur me vrasjen brutale të 14 vjeçares Martina Carbonaro, e cila u vra më 26 maj në Afragola, afër Napolit, nga ishi dashuri i saj Alessio Tucci, 18 vjeç. Gjatë seancës për verifikimin e masës së sigurisë, i riu ka pranuar autorsinë e krimit dhe ka zbuluar motivin që e shtyu drejt aktit të rëndë. Sipas avokatit të tij, Mario Mangazo, Tucci ka rrëfyer se ngjarja nisi kur Martina refuzoi përqafimin e tij. Ata ndodheshin në një shtëpi të braktisur pranë stadiumit Moncia, një vend ku shpesh takoheshin gjatë lidhjes së tyre. Pas refuzimit, Tucci e goditi në kokë me një gur, ndërsa ajo ishte kthyer me shpinë dhe më pas e goditi disa herë të tjera. Pasi kuptoi që vajza nuk po reagonte, ai e mbuloi trupin me disa mobilje dhe e fshehu në dollapin e një dhome të rënuar, ku më pas u gjet pa jetë. Avokati u shpreh se i riu është në një gjendje të rënduar psikologjike, nuk fle dot dhe e ka të vështirë të përballojë realitetin. Më tha se është shumë i lodhur, nuk mund të flejë dhe ka vështirësi të mëdha në menaxhimin e jetës së tij të përditshme. Aktualisht është i qetë pas transferimit në një repart tjetër, por i kërkuam gjykatës që ai të zhvendoset në një strukturë tjetër për arsye sigurie, shtoi avokati Mangazo. Në fund të seancës, Tucci shprehu pengesë dhe kërkoi falje ndaj familjes së vajzës, duke deklaruar se kishte vepruar në ndikimin e një shpërthimi xhelozie dhe zemërimi. Seanca zgjati rreth një ore, ndërsa gjykata ende nuk ka vendosur nëse do të konfirmojë arrestimin dhe çfarë mase sigurie do të merret ndaj tij.